Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Miq të televizionit Arbëria, por i takojmë edhe këtë mërkur këtu në emisionin Detaje. Emisionin Detaje her pas here ka trajtu temën e çmimeve të ngritura, le të themi kështu, edhe sot kemi zgjedhur që të flasim për këtë temë. E kësaj radhe kemi një ekonomist në studio. Unë të ftuar sot e kam ekonomistin Mustaf Kadriaj. Përshëndetje i nderuar, faleminderit që ndat kohën sot për neve. Shkëndetësi, faleminderit edhe për juve. Ju përgëzoj edhe për emrin e televizionit, në emrin tamam shtor shqiptar, edhe padyshim edhe emisioni është tamam kështu detaj, është që vlerësoj që do të tentojmë të shkojmë sa më mirë në detaje që me dhënë kontribut për komunitetin, për shoqërinë. Faleminderit edhe herë. Kohëve të fundit kudo që po hyjmë, po kemi, domethënë, floks ose si më thon, fluturim çmimeve, le të themi kështu. Ju si ekonomist se keni pa këtë gjendjen që është kriju kohëve të fundit? Për fat të mirë, Kosova nuk arriti që të krijon prodhim vendor, dhe për fat të mirë pra po mbi popullohet për importit, dhe në momentin që ki importin e lartë, detyrimisht ta dikton çmimin në nivel rajonal, apo më gjën varet se ka furnizohesh, dhe për fat të mirë, ndoshta këto prodhime nga në origjinë ku janë çmime të arsyeshme, por do të thotë rrugën që bajnë transportin, besa dhe doganimit gjithë ato krijohet rritet kosta, dhe tash edhe para ne aktit kryen që ti si një importues i madh në të kuptimin se mbi 85% për fat të mirë ne po kemi import. Në momentin që ki këtë import lartë, detyrimisht ta dikton çmimin që ne jena para këtij momentumi që krejt çka po ngarkohet jeta e qytetarit, portofolja e qytetarit, dhe qeverit shkojnë i vinë njëra mbas tjetrës, akuzojnë kur janë në opozit, kur vinë në pozit, shfaqsohen, arsyetohen, por qytetari po e vonë në fakt duke u ngarkuar shporta e konsumit. Pra tani kur flasim, bazdanov që sillen diku mbi 75% portofolio qytetarit është i koncentruar në shportën e konsumit. Kjo tregon që këto hyra, këto paga janë të varfra në raport me çmimet e shportit së konsumit. Kur flas të pjesa e shportit së konsumit, ne si ekonomistë arrisëm shqetësimin deri te pjesa ku është tamam shporti e konsumit. Po janë disa produkte që janë produkte bujqësore apo diçka, por që nuk hyjnë në pjesën e shportit së konsumit, por ndoshta mund me shku deri tek pjesa e luksit. Këtu do të ta bëjmë një dallim, sepse ka disa produkte që janë të shtrejta dhe nuk janë në sezonën e vet, dhe kanë çmime në fakt astronomike, për aty nuk më vjen keq nëse dikush blen, sepse ai diçka don, në fakt tash janë diçka më herët, që mos hyjnë në këtë pjesën shëndetësore sa kanë vlerë ushqyese, aty nuk mund ta di, por kur flas si ekonomist, këtë pjesë nuk kem çfarë të bëjmë askujt nëse dikush blen diçka ekstra, por kur flasim vetëm tek pjesa e shportit së konsumit, qeveritë tona nuk arritën që ne të krijojmë prodhim vendor që vlerësojnë një sasi të madhe, e kishim mbuluar brenda vitit, kur flasim edhe tek perimet, tek frutat, edhe tek prodhimet e blegturisë, që me një farë mënyrë sadopak me amortizu importin, që me mbush tregun me prodhime vendore, por për fat të mirë, thash edhe gjatë bisedës që qeveritë tona din shfaqsohen, din krekosen, din të arsyetohen, por në ekonomi është një fakt. Në momentin që ta mbi popullon importi, eksportin dhe prodhimin vendor, kjo tregon që ti politikat i ke pas të dështuara, sepse ndoshta ti ke punu, ndoshta ke shpenzu, ke dhënë subvencione, por nuk ja ke qëllu në ato politika që me ndryshu ky raport,
që për fat ju të mirë, deri me tani e kem këtë stad dhe trendi i importit ka rritje, jo rënje. Dhe në momentin që ka rritje, ne jemi këtë gjendje që ky qytetar po e vun zi të ullirit si rezultat që nuk kem politika të mirëfillta, aq më shumë në këtë kohë kur flas që nuk kem institucione, pra do të thotë nuk dihet se si është të funksionu tash edhe shteti dhe spekulantët ekonomik, kësi lloje gjendje është teren për ta, është tarat për ta që ata në fakt në mungesë të aparatit shtetëror, mekanizmit shtetëror, ata në fakt i rrisin çmimet, bën kësi lloj kartelat fshehta, i rrisin çmimet në nivel të tregut, përgjithësisht sepse sot gjitha qendrat tregtare i pothuajse çmimet e njëjta, derivatet i pothuajse çmimet e njëjta dhe produktet i kudo, kështu që kjo tregon se i ka nuancat e kartelave, i këtyne farë që quhen kartelat e fshehtat pa kontratë, sepse nuk guxohen, por që për fat ju të mirë funksionojnë shumë dhe e kem këtë gjendje që çdo kun në treg i ki të njëjtat çmime, sepse në ekonomi tregut, po flas me ato siç jemi eduku, nuk ka mundësi se gjithë bizneset, gjithë qendrat tregtare ta kenë të njëjtin çmim për një produkt, sepse dikush e ka një punëtor më të lirë, ka një qiram më të lirë, dikush e ka ndoshta një kosto më të madhe që ja dikton çmimin final produktit. Por që këtu si duket ka, do thot, marrëveshje të fshehta që ato me një mënyrë më u djeg si biznese, dhe kush mu ngarku, thjesht konsumatorët dhe qytetarët i Republikës së Kosovës. Shumë e vërtet. Po, do me thonë, a e lidhni edhe pak me pjesën e shtrejtimit të energjisë, edhe apo mendon që për shembull disa sektore po e shfrytëzojnë vetëm këtë pretekst shtrejtimin e energjisë, për shembull nëse hyn furra, na çdo ditë po e shohim që unë vetë më ka ndodhur që çdo ditë ka 10 cent, ka 20 cent burrikat më shtrejt ose kiflet ose çapo di. Qysh e keni pa ju këto? Përderisa shteti nuk e ka dertën e qytetarit që thonë që është i obliguar në mënyrë ligjore, kushtetuese, në fakt qeverit janë ato të cilat do të kenë politike që ta kenë një qytetar me një jetë sa më të dinjitetshme. Ndërsa kur flasim tek pjesa e biznesit, biznesi do ta kemë qartë që në ekonominë të tregut ose do të më fitu, ose do të më mbyll. Tash këto, a i shfrytëzojnë këto farë momentum, a i shfrytëzojnë kësi farë lloj, kur ndodhen kësi lloj lëvizje të çmimeve, dhe në këtë rast energjia elektrike që është faktor impakt shumë i lartë të pjesa të bërit biznes, në cilin do shtet, po edhe në Republikën e Kosovës. Pra në këtë drejtim kur flas që në mungesë të aparatit shtetëror, bizneset dhe spekulantët ekonomik i shfrytëzojnë këto, duke filluar nga gastronomia, furrat e bukës, qendrat tregtare, marketet e gjitha, sepse kjo është e olt nga ana të bërit biznes, sepse energjia elektrike ende pa ndodhur, këta fillun të rrisin çmimet. Dhe në fakti, dikur është dashur ta merrit çmimin në fund muajit maj. Sepse ti e shpenzon, nëse shet që të ka ardhur do të thotë me kosto më të shtrejtë, ti prej muajit qershor në fakti për me qenë korrekt si biznes. Por këta nuk po dojnë as pak ta bartin barën vetë, pra që është në start për janë ngarkuar thjesht konsumatorit, e konsumatorit do të ushqehet dikon, do të furnizohet dikon, sepse unë uroj që qytetari i Kosovës ta ketë gjithmonë dhe dashurinë që të jetojë në këtë vend, sepse nuk është zgjidhje vetëm me zgjedh rrugën e emergjimit, sepse ne ndoshta para luftës ka pas një arsye, por tani vlerësoj që nuk ka arsye, por që nuk mund ta ndalë askën, sepse secili e kërkon thjesht perspektivën e vet, por që faju në gjithmonë e ngres si problem dhe barën e kaloj gjithmonë tek institucionet relevante, tek ana parlamentare, tek qeveria që për fat të mirë sot nuk i kemi asnjërin, që në mungesë të këtyre që me ngrit zërin, që me bën diçka politika favorizuese. Unë gjithmonë jam si ekonomist vetëm me pas kuotime. Për shembull, nëse ka që një lloj produkti në Kosovë e furnizon tregun për 1 muaj, 3 muaj, 6 muaj, me një mënyrë ne dogan me stopu që për këtë kohë nuk kem nevojë për këtë lloj importi, edhe ja bën media dhe importuesit. A jam kundër këtyre taksave që kanë qenë më herë 10%, 100%, sepse kësi lloj sjellje nuk i përket një shteti
që funksionon me ekonomi tregut dhe një shtet demokratik, sepse mund ta marrë me nëse fillojmë me kësaj lloj politika dhe tjerët më ne bëjnë të njëjtin gjë. Kështu që ne nuk kemi nevojë të ja mbyllim vetes rrugës së shtet, por që në këtë mënyrë edhe kësaj lloj politika bën edhe shtete tjera, derisa ka produktin e vet nuk ta importon ty, ose ta importon, ta vendos një çmim në dogan që ti mos më qenë fakt konkurrent atje. Por për fat nuk e di, shumë konkurrent dalin nga njëherë produktet e importuara sesa këta vendorët. Edhe tjetër është më rënda që qendrat tregtare i ekspozojnë më shumë produktet e importuara. Që në fakt prodhimin vendor e anashkalojnë, me në familje e injorojnë që përderisa ti si market, si qendër tregtare që vepron në një shtet, që këto e ke hapë si biznes dhe ti e injoron prodhimin vendor, çka pret do thot nëse Kosova tenton të ketë eksport jashtë. Vetëm mund ta merrem me mend që në cilin do shtet tjetër kjo çështje është këtë ndryshe. Edhe është i vetëdijshun, atje edhe konsumatori, edhe marketi, dhe secili që e ka primare prodhimin vendor, por unë vlerësoj që këtu ka mungesë të vetëdijsimit dhe të edukimit, sepse unë edhe si qytetar me fol veten e parë që askush nuk na ngarkon në atë aspektin diplomatik si shtet nëse ne si qytetar blejmë prodhim vendor dhe janë shkalojmë produktet e importuara ose produktet e një shteti të caktuar, siç është rasti i Serbisë, e cila e ka nosur Republikën e Kosovës e atakon në mënyrë diplomatike, besa edhe në mënyrë drejt për drejt, do thotë pse ta blejmë do thotë një produkt, aq më shumë nuk i di cili qytetari i Kosovës, cili shqiptari i Kosovës kur e sheh flamurin e Serbisë dhe barkodën 800 me shku me kapat produktet me vendos shportën e konsumit, për mua është e papranueshme. Në këtë mënyrë ne mund me dhënë kontributin patriotik si qytetar. Po vret pak a shumë në përmarketet që ka ra, kështu. Po ka nënca dhe është, si më thonë, një dozë shprese dhe kjo është për të përgëzu, por që a do të më shumë, po do të edhe më shumë që sepse në ekonomi tregut është një diçka që një produkt i cili në qëndron do të thotë në ato farë si quhen arafta, fisinga, si më thonë atyne, në termet e ty nuk po muj me ditë si shuin, por që momentin që ekspozohet brenda 3 muje, nuk kalon, nuk e blen askush, detyrimisht ai ka më të rreg vet. Sepse nuk e përballon do thotë tregu, sepse edhe qendra tregtare nuk e bën. Por po gjen terren, unë mendoj që është e papranueshme, është skandaloze kur një prind deklarohet që thot një fëmijë ose fëmia e tij beb një vet ose një vjet e gjys 2 zakonisht që ju shqen thot me këto plazma ose diçka, thot nuk janë këto tjerat. Për mua është ai mundet me fol ton ditën, por për logjikën tema është e papranueshme, sepse ai edhe nga ana e mjekësisë nuk e ka çat vedi që ai me bë dallimin. E kështu që unë vlerësoj që kjo është ndjenja e inferioriteti, gjëja se Serbia ka industri më të mirë, po që për marrëm si shembull të pas ka industri më të mirë se Kosova, po nuk ka industri më të mirë se Gjermania, se Turqia, se Italia, edhe se sa vetë Kroacia, Matutja, Austria ose ku ta diun Zvicra. Por që unë vlerësoj kjo don ende vetëdijsim, por që qeveritë e Kosovës deri në kohë caktuar i dimni që kanë qenë jo stabile, kjo fundit ke stabile, po kjo më shumë ka luajtur një rol të investigimit se sa të politikave ekonomike. Më shumë i ka interesuar me gjetë ndaj skandal se sa të ketë politika zhvillimore ekonomike e tutje. Po ndalim veç edhe pak te ngritja e çmimeve. Nëse vazhdon ky trend, edhe të pas parasysh ngritje të rrogave nuk po ka, këto rrogat e vogla po mbesin, sa mundet me qenë gjendja shqetësuese në këtë rast? Shqetësuese është, edhe gjatë bisedës ne do thotë që krijuam ato parametrat, ato parakushtet që e rëndon jetën e qytetarit, por unë vlerësoj që qytetarit do ta ketë edhe një vetëdije tjetër që
gatishmëria për të protestuar, për të treguar do të thotë se cilës qeveri dhe kësaj qeverisë që ban politika në favor të qytetarit, sepse ne ose do të jetojmë këto, ose ne do të zgjidhim një rrugë tjetër për të larguar nga vendi dhe për mu në këtë kohë, në 2025, me pas gatishmëri qytetari mu largu nga vendi edhe me pas gatishmëri biznesi i Republikës Kosovës i regjistruar në Kosovë për me tentu me dalë jashtë vendit, për mu është e papranueshme dhe këto tregon që sado që qeveria mund të kërkoset këto janë parametra ekonomik që ti nuk ja ke qëllu në politika ekonomike dhe në këtë drejtim ore që të bëhet sa më shpejt qeveria dhe kushdo që ban qeverin dhe t'i kthehet ekonomisë, t'i kthehet perspektivës ekonomike, zhvillimit ekonomik dhe interesit të qytetarit në vend. Për këto 3 vite, qeveria Kurti ka qenë, qysh i keni pa politikat ekonomike dhe këto ndihmat sociale shpesh është kritikuar në opinionin publik kështu. Si keni pa jo? Si ekonomist nuk du këtë hikë farë lëvizjet politike, ato agendat politike, ato, por që unë flasë më ato që ka shadë më atë faktet, më atë prizmën që unë e kom pa. Tek pjesa e intervenimit në veri, se si do i vjej fundin nuk i di, por që në raport me qeveri tjera ka ba disa hapa vlerësoj të shtrirës së sovranitetit për mu me syrin e qytetarit për flasë. Për mu është e pranueshme dhe du të përgëzojmë çdo kënd për çdo veprim që ban, në këtë rast edhe qeverin Kurti. Por, kur flasën tek pjesa e politikave ekonomike, tek pjesa diplomacisë ekonomike, e qasës ekonomike, unë vlerësoj që dhe po mos kishte fare qeveri Kosova, sepse tek e fundit bizneset do të kishte funksionu, do të kishte import, do të kishte konsum, me në mënyrë edhe pa qeveri, pa dikaster qeveritar, pa ata ministra që i kanë marrë pagat, do të kishëm këtë nivel edhe të rritis ekonomike në raport që i ka dhënë Banka Botërore, gjithë këto lëvizje ekonomike. Pra në pjesën e politikave ekonomike, vetëm politika ekonomike nuk ka pas, sepse që nga fillim, kur është orientu qeveria Kurti në 2021 në politika sociale, unë kam ngri dyshimin sepse janë dëshmu politika sociale që nuk janë të suksesshme. Edhe tash unë vlerësoj që do t'jetë një leksion për të që nëse ka dosh të aprovon, ose me një mënyrë me jetësu, me manifestu ideologjinë e tyre me politika majtisë sociale, vlerësoj që ky vend nuk mund të përbëllon sepse gjithë bashkëpunimin e ki me politika tregtare, ekonomike, të botës demokratike. Pra ti nuk ki asnjë shtet në botë me këto çfarë ka pretendu qeveria Kurti. Pra në këtë drejtim nuk mund të mbahet shteti dhe mirëqenia e qytetarit me politika sociale. Ne jemi edukuar që njerë du të kem politika investive, kur kem politika investive të shëndosha, të parashikune mirë, me fizibilitetet qarta, projekte që krijon dhe thotë edhe aktivitet ekonomik, fuqizohet biznesi, ata krijon taksat të ati me në arkin e shtetit, fuqizohet arka e shtetit, tani ti ki buxhet të fuqishëm që më ndonë, për shëndetësi, për politika sociale, për siguri, për polici, për gjitha, edhe askush nuk jem kundër asaj, por jo ti ta kesh alfën dhe omegën politika sociale me pampersa, me 10 euro, 20 euro, atë janë të mirë së ardhura, sepse dikush mund të angreshti si më thotë kjo ka qenë mirë së ardhur, por për interesin e shtetit, kjo nuk i bën mirë dhe u të regu që nuk i bëri mirë. Pra kem do të thotë një gjendje, çfarë kem që sa do të thotë si rezultati këtyne, do të thotë nuk pat politika që ta favorizon prodhimin vendor në aspektin e energjisë elektrike. I dim gjithë ato premtimet, ato pretendimet, derisa nuk sa ka qenë opozit kryeministri Kurti, që ne do të bëjmë zgjidhje për energji elektrike me çmime të favorshme për shportën e konsumit të gjitha, sot për fat të mirë është e gjitha, do të thotë një pasqyrë tjetër, do të thotë kem çmime të rritura të energjisë elektrike 3 herë brenda mandatit të tij, kem rritje të çmimeve të shportës së konsumit në mënyrë astronomike, dikush mund të thotë që janë rritur në perëndim, por nuk guxon ti ta bën krahasimin e një çmimit në perëndim me të Kosovës, sepse e ka 3 herë pagën më të lartë se këto. Pra është diçka që ti ja ke huq në politika ekonomike që bile ka qenë pak për organizim
Kur ishte raporti i Bankës Botërore në vitin e kaluar, qeveria aktuale dhe Ministri i Financave nuk i pranonte ato raporte. Bankës Botërore fjala. Ndërsa tani kur është taku me një përfaqësues me drejtorin e Bankës Botërore dhe gjëse ti pas ka dhënë komplimente se si ka ditë ta menaxhon buxhetin, tash e pranoj kjo. Tash ti duhet me pas konsistencë edhe në veprim, sepse nuk është ajo 10 vite, po është brenda një vite ende po bën një vit i fakt kundërthënës me atë çfarë ke pretenduar më herë se sa tash. Pra ka qenë thotë pjesa e papunësisë, pjesa rritjes ekonomike, kërishë vitin për vitin 2024. Ndërsa tash dikun ka marrë se me sa di, do thotë fol me superlativitet në vetën e para, dhe që nuk ndale askush ty me lavdu veten, por nuk është korrekte. Do duhet tjetë me dhënë komplimente, por si do qoftë ne tash jemi bëj mon edhe me këtë lloj sjellje të qeverive, do thotë një pas një, po dhe kjo tjetër, por që kush po e vun gjatë bisedës, po e vun nese qytetar. Dhe tash edhe ato lëvizje pasore në vitet 90-ta, edhe lëvizje do thotë të armatosëre kanë kry punën e vetë. Tash për ne kërkohet si cilin vendin e punët që me dha kontributin si qytetari i denë i Republikës Kosovës. Tash edhe ne detyrat tona, po edhe institucionet dhe qeveritare do të kryjnë detyrën e vetë patriotike që t'jenë në interes të shtetit dhe Republikës Kosovës. Mu që ka po më kujtohet për çmimet, kryeministri dje ishte me një intervistë edhe tha që ligji për çmimet tavan do t'i ndryshonte këto çmime. Edhe po tha që ndalun nga kushtetusja. Qyshe e shëni ju këto? Edhe a kish mujt që ligji për çmimet tavan me bona i lloj ndryshimi? Këto shihet që qeveria e kurtë dhe këta nuk kanë pas ekonomista dhe si duket thasha gjatë bisedës këta si kanë dashur ta përmbushin veten duke manifestu ideologjinë e tyre. Brenda mureve tua të manifestohet si do. Por në raport me interesin e shtetit nuk mund është me ndryshu vektoren e veprimit e sidomos ekonomik. Sa harty teket. Sepse ne do të thotë që nga mbas lufta, do të thotë se thotë me plot probleme më nxju kthym do të thotë në ekonominë e tregut. Dhe tash në vitin 2024, ku edhe një Kinë me sjellje autoritare, me një qeveri majtiste, një Rusie, vendet arabe, ku ta di ato shtete shumë autokrate, mbretërore që nuk vesin askënd, edhe ato punojnë me sjelljen e ekonomisë së tregut. Edhe nuk mundesh të me vendos çmime tavan, sepse ti si qeveri në ekonominë e tregut do të më bë taksa dhe tatime të favorshme që biznesi rrjedhëmisht me dalë me çmim të favorshëm. Jo me vendos tavanin sepse është e tjetra. Nëse ti ja vendos një tavan pa përballuar biznesin, biznesi e mbyll aktivitetin biznesor dhe kur jesin shumë pak biznese, prapa ta fitojnë dhe prap ngarkohet jeta e qytetarit. Për këtë shihet që sens të ekonomisë së tregut këta nuk kanë pas. Edhe si interesant si janë vetë kënaqë, si vetë plotësuan, si diçka mirë pju doket. Unë nuk e di të thotë fetbeku i kësaj qeverie ose komplimenti i kësaj qeverie e kanë bën bost komente të militantëve të vet. Jo do të thotë të interesit të shtetit. Unë po flas këtu me interes shtetit që pasaporta, letë njoftimi, ID-ja sot nuk është mirë nga ana ekonomike dhe është fakt që po na i servojnë raportet kredibile si Fondi Monetar, si Banka Botërore që nuk jena mirë. Ti tër ditën fakt lavdo veten, po është diçka që raportet i kin ndryshe. Dhe më kujtohet sa është niveli i ult i nganjëherë i njerëzve që më një farë mirë më shumë me dojnë kryeministrin se sa në fakt interesin e vet. Edhe që me një deklarim më kujtohet, në thamë që Banka Botërore i jep raportin për secilin shtet veç e veç. Edhe ata reagojshin i pashtë të thotë me logjikën e tyre që jo nuk është e vërtet sepse nëse është Bankë Botërore, nëse për gjithë do të me pas raportin e njëjtë. Aja raportin e jep njëjtë, edhe i ka gjithë ato parametra ekonomik, po tjera parametra i jep për Kosovën, tjera për Shqipërinë, për Bosnjën, sepse mënyra dhe bruto produkti, popullata, konsumatori është tjetër ndryshon edhe fuqia tyne. Është diçka që një qeveri e cila mendon ta bëjë qeverinë në bazë të
komente të militantëve të vetë, unë vlerësoj që ajo qeveri nuk i duhet askujt, si shtojnë as armikut mëse apo është atë qeveri e lere më vetë-vetës. Kohëve të fundit e kena po që edhe në mbyllë shumë, i përmende pak a shumë bizneset, sa ka qenë ndimes për bizneset në sektorin privat në këtë rast? Ndimes, nëse thojza, po, se për në kuptimin partneritetit dhe korektësisë, vlerësoj që është qeveria e parë që i ka hapur luftë biznesëve. Pra, do të në vazhdimsi ka ataku bizneset, duke etiketu me lloj emra, pra vetëm qeveris nuk i takon, pra qeveria duhet punojnë me ta që në fakt ta di ku jemi. Por që si duket qeveria aktuale çdo biznes e ka po që nëse është kriju para se marrë ata në qeverimin një farë është armik i sajna. Unë vlerësoj që si shtet qeverit shkojnë e vinë, bizneset do të qëndrojnë. Sepse për mua shumë rëndësishme pas bizneset fuqishme, bizneset stabile, që ato biznese me një fanyrë ja bojnë derën edhe vetë qeveri, sepse ato me aktivitetin e tyre krijojnë do të hyra në arkin e shtetit, por që si duke ndoshta ma fa logikën që të mbylli bizneset që janë hapur më herët, krijojnë bizneset cilat janë loja ndaj tyre, po në ekonomi tregut më po flas në bazë të përvojës edhe startupet që kanë tentu bëja të bojnë kësi farë eksperimente, jo të gjinia femërore, hajde ty me çdo kusht ty me ta dhënë një ide me hapti një biznes. Kjo puna, biznesit është suksese puna, me sa më ka ra me lexu me ndëgju dhe këta poetet, është ai momentumi, është ai muza që ty të dhezat ai poqe elektrik i idejës për të bërë diçka, nuk është kur dojnë na, ose kur dikujt i teket me ta imponu ty me një mënyrë me zërë që ban diçka. Kryer diçka është kur dikush ka një ide. Është fat për qeverinë që dikush po ka, do të thotë një kapacitet për të kriju një biznes, për të kriju një vend punës, po ku për vetveten. Por që qeveria janë dy fakte që qeveria nuk i ka taku asnjëherë, ndoshta në fund mëse ka fillu fushata kur pa caktu data zgjedhur nga presidentja, me sa di ka taku diçka si të ndarë ose diçka pak këto organizatat që i mbrojnë interesat e bizneseve dhe ekonomike këto, por jo në atë kuptimin, si me thonë, atmosferës shumë pozitive. Edhe po ashtu nuk ka organizu asë një takim me investitor të jashtit për 4 vite qeveri. Pra është një diçka që ku po mendon ti me funksionu si vend, që në dhe mbas kaq vite pavarësim të vendit, sot ki ma pak investitor se sa që kemi pas në fillim. Investitori aq ma shumë. Kjo qeveri nuk i di kush e ka mësu. Do thotë edhe me pas të kohë lufte, Ukraina sot është duke punu në ekonomitë vetë. Dhe ti pa pas lufte, duke ngrita si farloj propaganda që ne do në mos sulmu, po sulmohemi në momentin që një investitor i jashtit e lexon një raport të tillë, kur deklaron aktorët më të lartë të shtetit Kosovës, asnjë nuk është i gatshëm me investu në një vend ku ka do të thotë pritet me pas luftë ose çrregullime diçka të konflikti. Pra është në diçka sikur se tamam ja pas i natin vendit vetë dhe interesit ekonomik të vendit. Unë po ju falenderoj shumë për gjithë këto informacione, meqense na kaq e kemi hapësirën televizive, por ju presim edhe hera tjera. Faleminderit shumë për kohën. Shikues të nderuar, e kishim në intervistë Mustafa Kadria, ekonomist, i cili na foli më gjensisht për këtë sektor. Unë po ju ftoj para se më ju përshëndet ta ndiqni një storje të përgatitur nga gazetari Ym Vala Jazi dhe deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje. Na jena lodh për këtyne premtimeve. Hajde shkojmë deri te buka, sa është bo? Sa planifikohej që të lirohej mielli? Po ashtu edhe mielli do të jetë 5 cent më i lirë. Jo bre se çmimi i njëjtë edhe i shtrejt. Sepse populli të Kosovës gjithashtu po i gërditet vendi i vet. Cili vend për të cilin kanë luftu e kanë derë gjak. Hajde shnet. Po unë i mora dhe që ato që më the, me çmimet njëjta, të shtrejta, po çka kena me bo? Shnash, hajtë se bëhet mirë në herë.
Hajtë që nështë se bëhet mirë najherë, shpreja jonë, po thamë veç pej pas luftës, është bo e zakonshme sikur me hongër buk. Fatkeqësisht edhe me hongër buk, ndoket kanë mja nisë me hongër një ditë po një ditë jo. Apo ju dukëm në dukjet e parë, një njeri jo serios për me qenë gazetar, një njeri i cili nuk i përmbush etikat e tij pashtu për të qenë gazetar edhe tu mëse respektu edhe hierarkin e kodin e veshjes. E ka marrë ditën e sotme me shumë sportivitet. Me aq sportivitet, sa që edhe qeveria e pushteti unë e ka marrë me qytetarët e Republikës së Kosovës. Pse po ndodh kjo? Në momentin me një vend ku nuk mundet me u bë një qeveri, dështime të një pas njëshme, me pas një kryeministër në vazhdim e tutje. Mirë po sot e ku marrë pak harç për shtëpi, por që dështova të mendu që çmimet janë më lirë e çdo ditë jena të u përballë me të njëjtat gjësende. A kthehemi para 4-5 viteve, cilat ishin premtimet për një bukë, sa do të lirohet. Dëgjojeni. Buka me lëvizjen vetëvendosjen qeverisje do t'jetë 5 cent më e lirë. Buka prej datës 1 maj është bërë 60 cent. Madje është premtuar, është paralajmëruar në fakt që do të bëhet edhe 80 cent. A mundet me përballu një qytetar i Republikës së Kosovës një gjë të tillë? A mundet me përballu edhe shtrejtimin e rrymës, e që u qua në protesta, por prap zëroja nuk u morë me ta. Cilat ishin premtimet e tjera? Po ashtu edhe mielli do t'jetë 5 cent më i lirë. Sheqeri do t'jetë 10 cent më i lirë. Qumshti do t'jetë 30 cent më i lirë. Vaji do t'jetë 17 cent më i lirë. Dhe shporta e konsumatorit kosovar nuk do t'jetë më e lehtë për nga pesha, por do t'jetë më e lirë për nga çmimi. Cilat ishin planifikimet e qeverisë së Kurthi për me bo shportën e qytetarit më të rëndë? Dhe shporta e konsumatorit kosovar nuk do t'jetë më e lehtë për nga pesha, por do t'jetë më e lirë për nga çmimi. Sheqeri do t'jetë 10 cent më i lirë. Jo, bre se nuk është më lirë. Sa planifikohej që të lirohej mielli? Po ashtu edhe mielli do t'jetë 5 cent më i lirë. Jo, bre se çmimi i njëjtë edhe i shtrejtë. Sa qumshti? Qumshti do t'jetë 30 cent më i lirë. Nuk është qumshti i lirë. E këtë që është me komentuar i sa? Vaji do t'jetë 17 cent më i lirë. Vaj për ndryshe pa të shku një kohë deri në 3 euro e gjys. Nuk e di sa moni me e kujtu. Na e dim që nuk mujna me prodhu sheqer. Nuk mujna. Na e dim që nuk mujna me i prodhu shumicën e gjërave. Mirë po, çka ishin ato premtime? Me u kthy me i dallu para vitit 2017 në fakt. Cilat ishin ato premtime? Të cilat për qytetarët e Republikës së Kosovës me rroga që të cilat nuk mundesh as me mbush një shport, ku mbeten ato premtime që sot qytetarët e Republikës së Kosovës e dëgjojnë secilën shtëpi që me 100 euro, nëse e ke mbush një sport, me 100 euro ti nuk mundesh me i marrë minimumi as edhe 15 gjëra e të cilat janë esenciale për familjen. A është hajgare me shtet. Hajde edhe one po veshna në tesha serioze e po e respektoj etikën e po hi në petkun e seriozit si gazetar. Hajde veshni edhe jo atë rroba e hyni në petkun e seriozitetit e me u bot qeveria e me fillu me mendu për qytetarët, e të cilët pas gjithë atyne përjetimeve që i kanë pas gjatë luftës së fundit në Kosovë, kanë prit që të paktën qeveriset kanë me mendu për popullin e vetë. E një gjë të tillë, shumica e qytetarëve, një përqindje e madhe nuk e kanë të njëjtin mendim, sepse ata dita ditës janë të mbet edhe pa bukë. As nuk është një storje për me egzageru, as nuk është storje për me e sulmu,
Mirë po ku janë premtimet e ku na qytetarët e Kosovës, qoftë jashtë profesioneve, po mendojmë vetëm për shtëpinë tonë. Na jena lodh për këtyne premtimeve. Hajde shkojmë deri te buka, sa është bo. Bukën mujna me hongër edhe thot, mirë po prap se prap zërat e qytetarëve janë që buka është e shtrejt. Për me u bo një bukë 80 cent, e to e krahasu që buka ka qenë 25 cent, o është zakonisht e papërballueshme, prap po e ritheksoj për qytetarët e Republikës së Kosovës. Ne nuk mundemi me u krahasu as me shtetin Zvicran e as me najo tjetër ose fuqi botërore, cilat janë të cilat ju e dini e nuk po i përmendi. Edhe njëherë po e tham, në kuvendin e Republikës së Kosovës, qofse ju mendoni për qytetarët, hajdeni bëni qeverin sa më shpejt. Ajo kujtohet në vitin 2017, kur në kuvend Partia Demokratike e Kosovës me lëvizjen vetëvendosje bëjshin gara cili po matët për me bo qeverin. Unë po ta jepi një, jo ti merë një, e bënë qeverin, unë po ta jepi kryetar llokun. Ndeshnë si të intervist. Ditën si t'i bani gjashtini, kush t'i ban këtë kuvend, komi lete e kryon institucionin e kuvendit edhe kryetari. Po mos manipuloni me qytetar. Dilmatu, pse nuk po dal të matësh? Pushtetin merë Albin, bëj gjashtini, publikisht. Ju duhet ta propozoni atë. Nuk më takon mua që ta propozoj. Ju takon juve që ta propozoni. Nuk ke intervist, po kënë deklarime në foltorën e kuvendit e Republikës së Kosovës. E njëjta gjë po përsëritet, që 9 seanca ka dështu. E tash, na mujna veç me hongër buk thot, sepse ende nuk e dina çfarë po ndodh me qytetarët e Republikës së Kosovës. A ju kujtohet dikush tjetër kur thejke mos luni me popull o vlla. Populli nuk është loj. Çka kush e ka thonë? Logjika se na kanë lodhë t'i ndrojmë t'a provojmë, nuk provohet shteti o djem. Nuk provohet shteti, hajtë t'a provojmë. A provohet, a nuk provohet shteti e populli Kosovës? O, a ka Fatmirë? Hajde të këshyrë ma komenën Fatmir Limaj me provu halo shtetin. Nuk e hopë. Po të nëtëj edhe njëherë, pe provoj edhe në Fatmir Limaj, a provohet ajo shteti. Nuk po e hopë, pas 2 tentimeve. A përshet që 2 e 3 herë nuk provohet shteti, nuk provohen qytetarët e Republikës së Kosovës. Edhe njëherë po e ritheksoj, e po mundona që me qenë zëri i qytetarëve. Nuk ka rëndësi kush është në pushtet. Ka rëndësi që popullin e Republikës së Kosovës e njëjti që juve ju qetë në pushtet, në karikën e pushtetit, është mirë që jo, para se me marrë me ditjen atje, është mirë me mendu për popullin e Kosovës, e me i hy, sepse popullit e Kosovës gjithashtu po i gërditet vendi i vetë, cili vend për të cilin kanë luftu e kanë derë gjak. Hajde shnet. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.